Përshëndetje dhe mirë se erdhët te Oda Podcast. Takohena këtu mas një vitit në 2026. Unë jam Manjola. Unë jam Marko dhe për te kamerave si gjithmonë kena Elvisin, producentin e Oda Podcast. Sonde kena menu që të flasim për një temë e cila ka të bëjnë për shoqërinë. Çdo njeri për nesh jena të vetëdijshëm se familja është, si më thanë, pjesa dhe njerëzit më kryesor të jetës tonë. Por shoqënia vjen mrapa, por edhe ajo let një rol shumë të rëndësishëm, sepse pa shoqëni jeta do ishte shumë e varfën, pa shoqëni as gëzimet dhe as qëllimet do kishin mujt me i kalu. Domethënë gëzimet s'kishin mujt me u gëzu fort pa shoqëni, edhe kur kena në ngjarje të rëndë, nuk munda me kalu me dallimin e ndaj me shoqëninë. Ashtë edhe shpreha tjetër që shoqënia është familje, por që nuk janë në gjak. Po. Dhe më thonë janë si familje, sepse na jena me fat të tanë gjithse cili e gjenë veti në këto fjalë, sepse kena shoqëni që ndoshta nuk i kena mas një lloj gjakut, mas një lloj lidhjet, por ama i kena të afërt, ndoshta më afër se familjen. Po, janë historinat edhe gojllanat, libra, filma, muhabete janë bërë shumë për shoqëni, sepse shoqënia, siç e thash, let një rol shumë të rëndësishëm të çdo individ. Por jetojmë në një epokë kur sot kena dy lloj shoqënisë. Një shoqëni në jetën reale, gjithashtu edhe në jetën virtuale, e cila ka të bëjnë me rrjetet sociale. Por në shumicën e rasteve kena që edhe këto që i kena shoqëni në rrjetet në jetën reale, i kena edhe në rrjetet sociale. Pra, dona me pa se si është shoqënia në këto dy dimensione të ndryshme, dhe tjetën dona me prek pak a shumë se si njerëzit në jetën reale si dhe me ne në jetën virtuale, pra në rrjetet sociale. A ndikon si me thanë shoqënia në këto dy dimensione dhe si mendojmë na dhe si ndryshon. Sepse me të thonë drejtën, jo i njëjti shoku dhe e njëjta shoqe. Po. Por, për shembull, me qenë se do me mdal në shteg, i njëjti person, kur të shef në rrugë, thot, si je, si shkan qabane, të pyet për të tonë, bele mund të takoj para dakove, pash një shoqe të një dyqan, edhe më pyti, për gjithësha më pyti, edhe tesh njaja që në ndryshovi ne si mjet, është podcasti. Po. Edhe kjo është një gjë, do më thonë që na ka gëzuni, edhe kena edhe tanë miq tanë kudo në përbot, që ndoshta na janë bërë më miq se këta miq që kena këtu afër. Edhe nas një sekond nuk më pyeti domethënë, ose urime për podcastin ose kënaqem të pa, e najti krejt kështu. Tesh çai thotë kësaj shoqënie, se mund të më dhon disa variante, po pa e kapi me këtë variantin. Shifrone. Je shoqëni, po si je shoqëni? Unë mendoj Manjol se si e shpjegoj ti rastin, i noll shumë kujë, vetëm ty. Po. Nështë më ka në edhe mu, por mendoj që ato individ të cilë ki pas një shoqëni me ta, Po. ki punu me ta, Po. më thanë, ki pas një jetë të ka lidh jeta me ta, për një kohë shumë gjatë dhe ki kriju dhe një shoqëni, jo vetëm punë. Po. Po ki shku, ki hangër, ki pi me ta, ki shku në përshpjet një tjetër, aja është dhe më thanë një shoqëni ma madhe se një shoqëni punit. A si shkuton, për shembull, për këtë tipikën, mund të më thonë që e njoh qysh në Shkodër. Dhe në këta raste, kur një person, për shembull, në raste, pa marrë një shembull, Po. një shok jemi, që kam pas një shoqëni shumë të gjatë me te, dhe vjen një moment që unë hi në Instagram, në Facebook, ose në Instagram, edhe du me pa t'i qatin, dhe shoq që më ka hek prej Instagramit, unë befasohem. Jo vetëm se befasohem, sepse kam konsideru si shok, i kam besu shumë gjana, i kam besu ndoshta edhe familjen kur e kam përmend. Po. Dhe ky person e merr guximin me mhek nga rrjetet sociale, ky aty më lloj mu një sinjal që unë nuk du me kenë ma shoku jot, unë nuk kam ma interes për ty, unë nuk du ma me të mbështet ty, edhe bile mendoj që e person ma dan keqen musë. Mendoj që e person që unë të hupi në tanë karrierën teme apo në punën teme që kam. Pra, rrjetet sociale e tregojnë ka herë ndoshta edhe karakterin
ati personi që e ka marrë në të mshehon për kas shumë kohë. Dhe i bëj thirrje aty në njerëzve, në rast se ka njerëz që kanë bërë veprime të tilla, të reflektojnë, të pendohen dhe ta binë vetin atij që ta kuptojnë se a gabim. Shokut kur ke diçka thuja në sy, shokut kur ke diçka bani telefon ose e ke lek, nuk bajnë këto veprime sepse këto janë veprime që a mundesh me besu ti që ai nuk e din se ç'a bën? Nivel të ulët. Ti a beson domethënë që ai njeri nuk din se ç'a bën? No, pikërisht se din se ç'a bën, më tham që duhet me reflektu, të reflektojnë dhe të mendojnë se një njeri duhet ta ketë karakterin që në rast se një shok apo një shoqe fërkohesh ose ke një keq kuptim, bani telefon. Po, sepse hekja në këtë mënyrë të bën njëri më të vogël se je. Sepse një njeri është i vogël që i bën këto gjëra. Po kur e bën këtë veprim bash edhe më i vogël. Edhe vjen dita që një ditë e kupton ai person. Po kam e kanë shumë vonë. Tash pyetja jeme është ç'a bën me këtë person, sepse nëse shoku jot ose shoqja jeme, kena më e pa prap. Po, kjo vjen një se a jena shok as jena shok? A dona me fol apo s'dona me fol? Se në kjo se kjo person, kjo vajza apo kjo djali, kjo shoqja apo kjo shok, ka marrë një veprim të tillë, atje unë s'di kur ta shoh nesër në rrugë, a ti flas, a mos ti flas. Si ti flas, si ta shoh, sepse përderisa ai ka marrë atë hap, ai aty më myll të tana shtigjet mua. Do të thonë s'du me të pas shok, kur s'du me ditë për jetën tënde, s'du me ditë një sekond, se nuk është krejt ashtu. Sepse ky personi që ndoshta të hek ty, çkan prap tash i kanë story, domethënë nuk ka se s'da me pa hiç për ty. Prap ka qefër me ditë për ty, se nuk të bllokon komplet, domethënë se siç se je vramet, por ka qef me shku, domethënë prap e ka të xhelozin që dan me ditë se ç'ashtu bë, ç'ai të bë me jetën tënde. Domethënë, a xhelozon suksesin, nuk do me të pa mirë? Apo që mund të ketë ky njeri që të kesh si ki bakur, edhe të shtot pse je mirë ti, s'du me kenon ti mirë, edhe po baj demek edhe po të heko nuk je shoku jem. Tesh, a je falsu në realitet, a je falsu në rrjetet sociale? Na kena thonë edhe për para Manjol që për ana shoqënisë dhe njerëzve që jetojmë në një jetë kur njerëzit modern sot e gjykojnë njërin ndoshta nga Facebooku ose nga Instagrami. Por shoku që të njeh personalisht, shoku ta njeh karakterin, ta njeh moralin, ta njeh ndërgjegjen. Pra ai shok që merr një vendim të tillë me të heqë ty për rrjeteve sociale, pa komunikuar me ty, ai nuk bën asgjë tjetër veçse e zvoglon vetin më i vogël se ka qenë. Ai që e zvoglen, por puna është domethënë që kur është ky njeri real? A është real në momentin që thot, banu marr burr, s'du me të fol edhe pik, nuk më pëlqen edhe 2 pika, ta urrej suksesin tanë edhe 3 pika. Po banu burr edhe diftaj e sy për sy. Mas e bën domethënë, okay, a din që nuk mund të shoh se je i suksesshëm edhe du me të hek. Mos më duket burrni. Mu kthy të ja që thati Manjol që edhe të hekon, edhe hin prap me dipo ata stories ata gjonat, me kujton ata plakat dikur kur bashin fjalën njëra me tjetrën, plaka në rrugica, edhe barabar deshin hapshin atë grillin e vogël atje, me po ha kushini, ha kush doli. Ha ça tha, ha pse tha, ha ça çoj, ha ça bani. Tash ata njerëz të kanë se janë kaq të vogël në shpirt edhe në mendje, mundohen e kanë bëu ata me po atë çfarë po bën Marku, çfarë po bën Manjola. Po përse prap i grynaj domethënë sikleti. S'di njëri se si më avu emrin. Por si thash, më kanë ndodhur edhe mua këto gjëra, kanë ndodhur aty, kanë ndodhur njerëz që na shikojnë sepse normalisht se na pak a shumë njëjtë bëjmë të tanë. Por kisha fjalën me fol të shoqënia se shoqënia vërtet, shoqënia në jetën e përditshme duhet me kenë njësoj si jetën e përditshme si në jetën virtuale. Aja kishte kënë idealje. Idealje është domethënë. Nëse ti mua më respekton dhe më dën në jetën e përditshme, do të më respektosh dhe më dush në jetën virtuale. Por në kjo të ti mua më përjashton nga rrjetet sociale, ti mua je të mira komonëve të më thanë, djali dashur s'do më pas punë me ty. Em ke vu mund pozitë dhe kur shohën ty, zi si të reagoj. Mirë, tash do më marr një tjetër unë. Puna është ke edhe prej atyne që
i kedemek janë nuk të hekun, sepse prap dojnë me ditë se që i të ba, ndoshta janë të parë që ti shofin ata storyt ose postet të tana, por as nuk të bëjnë like, as nuk të bëjnë koment. Kjo është dhe më thonë dy ekstreme që s'din ke ki ma shak, a ke kyte që hek, apo ke këtë që nuk hek, po barabar dhe më thonë nuk reagon as në gëzimin tanë, në suksesin tanë, as në humbjen tanë, në është të thotë, sa keq merdi, se kena atë në dhe më thonë që, kur të shofin keq, kanë qefër me thonë që, merdi shumë keq për ty. Nërsa, kur je mirë, bajnë dhe me kënoshta, ja i një sy, po mjullin të dy bap, edhe thote nuk të pash. Këtoj një video që pava dikon në internet, edhe ishte shumë e bukur për shoshnin që thote janë 3 lloj shoshnis. Një pjesë e shoshnis janë si gjathet, që kur vjen në fjeshta, binë. Një pjesë tjetër janë si deg, që i mash për ta po thejnë. Kurse shoshnia vërtet janë rajnë. Sepse ata nuk losin kur. Ti pas parasysh se njëri sa më shumë jetojnë, sa më shumë të ketë jetë në përditshme punë me njerëz dhe njëri tjetër, ka i herë fatkeqësisht kena edhe një shoshni të cilët njerëzit kanë, se s'pa tham unë për shembull, po në përgjithësi njerëzit kanë shoshni, dikush e ka për interes, dikush e ka më kacavia se ta me hyjë në shpatat tuja për me u rrit. Ka shoshni që kanë qef me të pas afër se i ke pare, je i fort, je i zoti. Du më nalta se more shemu fantastik. Pak ka shoshni që i më falë majol, pak ka shoshni se sa më shumë që jeton shoshnia gjatë, atë e shqivet vlera e shoshnis. Edhe pak janë ata shok që na mesin gjatë jetës tonë, që muna prema mi besu gjithçka. E mi ba telefon ditë më vështira dhe në oraret më të vonat natë edhe mune me ta kap telefonin. Aja, dhe më thonë, e krahasimi që banin pëlqej shumë, që kam pa thonë e mojmë dike në shpinë, edhe ti the na hypin shpinë. Sa njerëz, edhe kisha thonë tanë shikusi, tanë miq tanë që në njekun gjithkund në përbot, i ka rastis që dikush ka ba karrierë ose sukses në shpinën e ti, dhe më thanë, ka hyp, të ka majt, po, kur ka hyp, ta man këto mi shpat dhe, të ka shtyp, edhe ka dasht edhe me qka përcy. Por, harrojnë se, kur mundohesh me ja ba gropen dikujt, kanë pa thanë, ka keni shpreje vjetër, ke bjen vetë mren, ja hap gropen vetit, në fundit nuk ja ke hap ati tjetrit, edhe kur mas ja shka mundin dam, në qose dikush të ka majt në shpin, edhe të ka land, të ka tërhek, ki ba suksesin edhe të ka majt në shpat, dhe ki vu dhe kam shpata, edhe të përse ki kam tu, kujton se ta po shka përcen, edhe ta po myt këtë, edhe ta po del ti në drit, aj kisha thonë, është në një nivel, me mos mirë njohja, kalon në disa faza. Të regojnë karakterin e vetë, është të vërtet se kërkush nuk është perfekt, asna nuk kena perfekt. Absolutisht. Tanë kena gabime tona, edhe gjatë jesë nështë pa dashje, ose edhe me dashje, për në neglizhenza në gjanë, bëjmë anë në kabim. Por njëri duhet me pas në gjegjen e pastër, njëri duhet me pas në gjegjen e fort, që me u ballafaqu me shokun, me mikun, me dashamirin, edhe me diskutu. Pra të pra thash, vjena e puna që duhet me pas burnisa, me ken gru, bano burnesh, në qose i burr, bano burr, edhe thuj, mërë djali mirë më ka ardhë keq për ty. Pse mas me më thonë ti mu, po dhe më thonë, me ma fut në kamësin që më ra unë hunë dhe buzë. Por unë gjithmonë mendoj që këto lloj kategori njerëzish, koha jam mëson se sa gabim kanë kenë, koha i ban mu pënu, por ka herë ashtë te për vonë, ashtë e konë, keme u pënue, por atërë ka me kënë vonë. Ashtu është se, një adi se i punë, njëri ashtë i predispozum shpreshje me falë. Diskutohet, një gja, falja është hynore, kina thonë shumë herë. Sa ma shumë që da dush një njëri, ose sa ma shumë që ki ba për njëri, ashtë shumë zërë me falët person. Sepse kërja ki besu, hanë 100% në gjegjen, dashnin, respektin, edhe ai person të vret, ti një është kesh me veten një herë. Lene që të ka prishe e personi, po një është, si me thonë, i shgënjy me veten, se nga që i killon dashnia, respektet të në ati personit,
Asgjë me e falë. Pamër, po, me të thonë drejten, kam mësu edhe një mësim tjetër, se shqyqyr Zotit i kena dhe vite mi shpadha, edhe është që sa do të mundohet dikush me të bakeq, ose me shka përcy, ose me të harru mundin, ose të mire në çdo që i ke ba, vjen momenti edhe Zoti po ta zerë një fush me lule, edhe mandajnë thu, s'ka gjë. Mandajnë më primën, me thonë drejten, i fal disa njerëz, sepse thu, s'ka gjë që hupa një, në fakt, nuk hup ti, hupin ata ty. Se ti që je i sinqert e i ke dashur tana, ata kujtojnë se të fitune kur ta futën ty në kamcen. Por si fakt ata hupen një mik, kur i thojnë një mik vlen sa një thesar. I majme në prejnë tonë, babën tem edhe baballarët e brezit babës tem, shpeshherë diku në kohët më të vështira, në kohën e komunizmit, s'kishin lekë shkrejt, s'kishin pare me kalu festat ose me kalu në i hall. Thoshin, shkojmë të shoku me lyp, përpara se me shku të joti. Katë shumë shëshnje ka kënë diku e lidhën, kanë shku me lyp bërgj, pak lek, me kalu një fest, ose me kalu një gzim, ose një illnim, të shoku. Katë rëndësi ka pas shoku. Dikur. Po. Jo, rëndësi ka shoku gjithmonë. Po, e kam fjallën që kjo jeta moderne sikur pa i deformon pak njerëzit, pa i shëndon pak njerëzit. Kujtojnë se tesh mune s'din se si me të vra. Me kuptimin e fjallë që noshta jena tanë zët për me egzistu. Ose jena zët tanë për mi përbalu inshallah zët kena vetëm të mira, po do më thonë gjdo sfide që t'je pjeta. Edhe thotë, që po i bëj, ose po e bëj fallo, ose po e bëj, po e heko. Që fitove mërzë, dhe më thonë, kisha dashur me di se që mendojnë që mund është me fitu, tu po e bëj unfollow, po e bëj, po thami fjallë keqa, po ja urrej suksesina. A nuk me ndojnë dhe më thonë që ndoshta nihesh ma mirë, kur nin mirë për dikën, sepse kisha thonë që është ai momenti. Filmas për shoqen e për shokun tënë. Po, por është edhe ai momenti që unë ma qef, kam kur të vishti të vetë, me më thonë, ma njollë sa mirë isha. Se sa me më arti me më thonë, ma njollë që kam hek. Pse, sepse më lollet shpirti edhe mu kur e di. Ti ke qef me kanë mirë. Po tjetër, pra te po thamë, unë për veti, si ti, si gjithë këni, më duket sikur se e kam shpirtin ma let, kur më thuti, jam shumë mirë, ose dhe me thonë shumë mirë, se as njësa është perfekt. As njëse ka jetën perfekt. Por ama, kur njën mirë, ke një bërgj ma pak marë. Normal. Sepse, kur e dën dikenin, ose e qunë që e ke shok të mirë, po me të ardhur në jam hallegji, dhe të thamë, Mark jam të marru, në që ose e ke një lek, thu po të japi gjys. Se më ke me krejet. Jo vetëm nga ana financiare më njërë. Jo, po të më thonë me kuptimin e mirë të fjalës. E kuptoj që të më thonë, po jo vetëm nga ana financiare, por shpeshherë shoqënia është ajo që të nep edhe mësim. Patjetër. Ose në kohë të vështira të nep mendim, të nep drejtim, të nep ndoshta atë që ti për momentin s'ta kap truni, se opinioni i energjeshëm ka shumë vlerë. Patjetër. Edhe atë marrë vetëm nga shoqënia. Dhe kur krijon një marrëdhënie me shokun ose me shoqen, një marrëdhënie të gjatë, edhe kur mandej ai person, ajo shoqe apo ai shok të zhgënjen, është një sfidë brenda vetes, një luftë e madhe. Një luftë e madhe se thu si ka mundësi mor, se nuk e pret ti për shokun ur. Ti e pret për një personin për shembull që të njeh nga rrjetet sociale, që të njeh vetëm nga ana e rrjeteve sociale. Ti je për fotografijet. Ka kriju një imazh për ty. Po ai shoku i jetës apo shoqja e jetës që kalon jetën reale, domethënë, për vite me tana, ai të njeh Allah më rrall, si e thojmë na. Pra, kur ai person ta bën, ti mërzitesh ndoshta më shumë se ai person, se ai personi s'ka bërë gjë. Ai personi s'ka ul veten. Absolutisht. Ti s'ka bërë kurrë, ti ke vazhdu jetën tënde, punën tënde, familjen tënde, sikur e ke pas. Ai personi ka humb një shok. Ti ke humb asgjë. Ti në fakt është edhe ajo shprehje tjetër që Zoti ka herë na difton në fytyrat e vërteta disa njerëzve, për arsye se ti nuk e din
se qa flitet mas shpinët, ose aty ku nuk je prezenti. Edhe ka i herë ndoshta na e fut, kur i thojnë shput hundve, me kuptimin që, shikoj, domethënë duhet me nol diça dramatike në një lloj mënyret, për me pa ngjyrat e vërtet disa njerëzve që jena zhgënjy ndoshta që kanë veshat e maskën për shumë kohë. Edhe a dhem, absolutisht që dhem, por prap duhet mi thonë Zotit faleminderit, sepse ma mirë ndoshta 5 vjet, 10 vjet, ose 2 vjet, ose 6 muaj shoqni, se sa i 100 vjet shoqni. Edhe me shkuton dëm. Për shembull, Emanuel, për pasë më bëj famshëm. Difta history, pa shperëllin, ma difta. Për pasë më bëj famshëm, të një tanë, marrë hajde pi i kafe, marrë hajde për takunet e kafe, për shkunë të. Tesh jam bëj famshëm, s'ma kërkosh telefon. Pse? Tesh po të dikte e une, të shprosë, takoni natët e, suksesin. Në ka puna se ka një natë suksesin. Apo, jam marrë mas kërë, kujtojnë se si begenis, marrë bosh. Po dirë se me pu një shemo se, prej mendës më në bëna lojna, po dirë se me pu një shemo që ka i herë, janë disa njerëz që e shofin tjetën që ka kriju diqa të vogël apo të madhe, edhe në vend që mi dhanë kurajo, në vend që mi dhanë një, si me dhanë energji pozitive, që të njët mirë e person, të vazhdojnë rrugën e vetë, andrën e vetë, ati ku ka qërë me shku, jo vetëm që nuk e bajnë atë gjanë, po mënojnë me të demoralizu. Me tanë, po ko bajnë ti pra ti, po ti s'ke shkollë, ti s'ke diplomë, ti s'ke kry, ti s'ke flokë, ti s'ke lafologji, ti nuk din në folë, ti nuk e marë. Po më kujtohen pjesë të kapu në prej disa fjalive. Pra, pa thamë që në rase këta individ, mënojnë me të demoralizu për mendimin tem, ose nuk din, ose nuk ta din të mirën. S'ta dojnë të mirën, po, s'ta dojnë të mirën, sepse, në gjë, ata fjallë në përgjithësi, më ka pa thonë fakt një person, na kishte pak si i natë, me thonë drejten, edhe foli, thash, me thonë drejten, sa tu martë ka qitu, mi thonë. Pse? Sepse i thash, unë e ditë vërtetën, e ki prej natit, thuja marë në sy, po të nqose se kiti burnin, me më thonë që të kam i natë, po të thamë vejtë në sy, se për që i të mi thonë në të fjallë. Ta pa thonë njerëzit që i kanë bo magë dhe manjolës. Ja, s'na kanë bo si sot. S'na kanë bo si sot. Këta janë pjesë realit jetës. Pjesë realit që e kena diskutua me shushin tonë, për para se me ha podcastin. Edhe kena takua në personalisht për para. Plus edhe sot, njerëz tonë, shok tonë, komunikojnë, e shumë si kja gjanë Po pëti për shemë shiku së tonë, a mundet me në thonë në njëni që s'ka pas kur probleme? Jo, problemet janë, po si se thash janë veprimi ka herë, ashtë ma i ullë se sa, veprimi është ma i ullë se sa një ngjarje, ose një gjanë, që mundem unë e ti me pas për shemë. Njeriu është i predispozum me komuniku, me diskutu, me debatu, edhe me probleme familjare ka herë. Me në familje. Lene ma me shushni. Diskutohet. Por, kur evitohen këto komunikimet, diskutimet, ballafaqimet, atëherë njeriu që merr një vendim tillë, pa të hequr prej Facebookut, pa të hequr prej Instagramit. Këta janë veprime që as vetëm fëmia munden me i bë. Po. Ashtë i tjetër, i shpreje tjetër që thojnë fjalla, dvret ma fort se plumi, ka vend. Po. Sepse se kena fillu në ushta dhe bana dhe si të përstri që mërë burë, po thuja mërë zëtat fjallë të mirë se s'po gjenë gjo, që po gjenë? As nuk tullet roga, as nuk me të pa hangër, banë marat shpirt pasër, zërë marat zemër, dashnin, fal dashni se për zoten, ndoshta ma par, ka me m'kap marku të kja shprejhe, më najt pa buk, se më najt pa dashni. Jo, në bida kërë dhe nuk e shprejhe, është ma mirë pa buk se pa dashni, sepse dashnia ushqen shpirtin, e buka ushqen stomakun, që një rio jeton me shpirt dhe aja një shpirtnore është shumë ma madhe, por... A nuk të duket për shembull ka herë, për vedi, para pak ditëve pata një kështu, si biqim gëzimit,
edhe isha një që gëzume shpirtnisht, sa me të thënë drejten, ishte e vetmja ditë që kishte shkuar atje te doksa los kisha hangër, edhe s'mbitën nërmend për buk. Edhe thash, është krahasim shumë i vogël, shumë këtë noshta, por me të thonë drejten, kur e ke zemrën të moshur me dashni, është ma vlerë se kur e ke me buk. E kanë Kosovarët një shpreje, e kam një për Kosovarëve të vjetër, Kosovarët gjelave detit i thonë qorana. Edhe thonë kështu që kur pata pula e qorana, pata miq e jerana. Kur iken pulat e qoranat, iken edhe miq edhe jeranat. Pra, ka herë njeriu kur a mirë, nga ana ekonomike ose nga ana tjera, rrethohet me miq, rrethohet me shokë këtu. Po ba mëra pak, ti këndon? Tanë më në mikë, ta nikën. Atëherë të këndosh për interes, është e dashnia e interesit. Kja edhe herë, i kanë tonëve, brez mas brezit. Po thamë, se këto shpreje që i kanë dollë, nuk i kina zarë, nas nuk kanë dollë për ne. Por morali i bisedës tonë dhe morali i temës tonë është që mos të dojmë njëri tjetrin vetëm në rrjetet sociale, po të dojmë edhe në jetën reale. Dhe mos të dojmë njëri tjetrin vetëm në jetën reale, po të jena njësoj si në jetën reale dhe në rrjetet sociale. Sepse lojnat dhe marinat që banë në rrjetet sociale, pa të heku, pa të ven, këta nuk kanë vlerë heq, nuk të qojnë kërkun dhe edhe herë përmeni të bajnë njëri të vogël. Në që, nuk mundesh me ken i njëjti person që ose ke dy ftyra. Se, ka ken shpreje, se u bëme me shpreje të nditen, por në qofë se ti ndronë maskat, sa herë del, në qofë se ke ftyrë tjetër, kur jenë rrjetet sociale, edhe kur jenë person, ke ftyrë tjetër, atëherë, je njëri me dy ftyra, edhe me që dio në njërit me dy ftyra, sa është kompliment, apo jo? Ashtu është. Do të thonë si janë reala. Nuk janë reala dhe nuk mundet me ken as shok, as familje, nuk mundet me ken pjesëtar e as një pjesë të jesë stanë një njëri që ka dy ftyra. O të flet, ose të flet, o të ban, dhe më thonë, ashtë kjo jeta ka që shkurt, kur kena kenë tri, kisha thonë, Mark kena thonë, kur bash 30 vjeqa, se na jena tonë ka 35-6 vjeqa këtu. 34. Falë, në janë 36. Nga që, kur je i vogël, kur të kanë thonë për i 30 vjeq, ke thonë, sa i malasht, se për i 10 me pak e në 50. Ta shduk, ma plak. 60, është harru, po. Por jeta... Dhe të arrit Selvia. Po, por jeta është aqë shkurt sa asë janin madomania që e keni pa që s'ka i kërkush me valigje për i kësaj botet. Por i kundur bësh, bele e di në një për shprejë, në fakt nuk e majman në momentin që i ka thonë ma lendore njasht, sepse isha mret, edhe jam të shku durbash. Në të botë shkën durbash. Me qenë se shkën durbash, atëherë fal dashni, edhe kur shkash në të botë paktën ta kesh zemrën me lutjet e to njerëzve që jelon dashni gjatë jetës. Aja është gjoja ma e male që mundesh me ba për vedi, edhe me qenë se është fillim vitit, mendoj që këtë vjetë thu, nështë gjatë tjetër s'mune me dhanë, por mune me dhanë dashni, mune me dhanë një zemër të male, mune me thonë një fjalë të mirë, edhe mune me ba dikenin me busqesh. Mendoj që sa ma shumë që përkallon koha, në këtë jetën moderne, shëshnia, po nis edhe vyshkët, kujtimin e fjalës. Po. Rinia sot nuk kanë shoshni si kena pas në dikur. Rinia sot nuk i din rregullat dhe nuk i din sjelljet se si duhet sillesh me një shok dhe çfarë do të thotë shok. Sot rinia Fjala shok e madh. Shoshninë e kanë më tepër në rrjetet sociale, sa followers kanë, sa njerëz kanë për internet, po kur vjen puna mu taku ose me pas komunikim fizik me shoshninë, me pi kafe, me dali xhiro, me bë një shëtitje, me shku një film, nuk e bajnë. Por kthehem për të brezion, se nëjna aja nështë brezi i fundit që e kena pas më të sinqert. E kena pas më të sinqert edhe më të fort shoshnin. Sepse kena arrit deri në atë pikë sa që edhe familjet tona kanë njohur shoshnin tonë, edhe motrat dhe vllazërit tonë kanë pas shoshni në shoshni. Në shoshni tonë. Prep, du më dalë aja kur njëri njët nga një shok
që bën disa veprime të pakëndshme, atëherë vritesh dhe të vret shumë, sepse e ki pas shoh. Në që, edhe aq më tepër kur e din që si ki po kur kesh marr vëlla. Po. Se me thandesh se njëri edhe nëse nuk e din Marku se ç'a bëj vetë, unë e di se ç'a bëj. Zoti e din se ç'a bëj. Po atëherë mas marrë. Edhe ata lloj njerëzish bojnë më shumë zhurmë. Normal. Ashtë shpreje që thojnë bleta, Po. kur nuk diftan se ko hyba tje në lullet majet malit, e zhurmën e ban miza në bagel të kalit. Bravo. Edhe kështu që janë da Kjo ishte njerëz, krasim fantastik. janë da njerëz që e bojnë zhurmën në bagel të kalit, pa pas arsy, edhe aty në bagel të kalit kanë mënej. Në gjë, zjerë Kurse qytet dhe misa njerëzit- kalite? Kurse njerëzit me intelekt, njerëzit e ndershëm, njerëzit me një shpirt pastër, pa hile, janë si bleta që i maje malit, edhe nuk bën zhurmë, arren atje. Pra, e keni se dhe misa kanë bë bzzz, po pushim. Ja, miza shëqër që ka miza, se edhe miza duhen. Ja, normal se edhe për i gjoj i ka bo edhe ato, por me thonë drejten unë për vedi, inshallah kisha noshta, në fakt noshta mesazhi më i bukur që kisha dashur për me thonë është, në qoftë se gjeni vedin sa do pak në këto fjalë, në qoftë se një shprehje ose një fjalë e mirë ju a bën me ndryshu pak atë mendimin që tha me fal këtë dashnin edhe me e bë dikën në mundi mirë. Ndoshta ky kishte kënë ajo rregulli për 2026-ën, sa më shumë buzëqeshje mundesh për me fal. Na si Oda Podcast, jena jashtëzakonisht të kënaqur, jena jashtëzakonisht të mbushur me dashni për jush, për sa njerëzve që na ndjekni, që na shkruani, Pa lodhje. sa që e kena të pa mujtër me u kthy tanëve komentet dhe me u kthy përgjigjet, por edhe ju e shihni se na mundohena si në TikTok, si në Instagram, si në Facebook, si në YouTube, me u kthy përgjigjet gjëve, sepse sinqerisht e kuptojmë dhe e dina se çdo njeri që merr kohën e tij me na shkruan ne, ashtu na vlerësu. Pra, na si Oda Podcast, jena shumë me njohur shoqënisë tonë që kena në rrjetet sociale. Dhe ajo na bën ne që çdo episod të vim këto edhe të ndajmë tema me ju, temat e cilat shpresojmë të përshtaten ju, të përshtaten njerëz tuaj, sepse e kena thënë në fillim, ne na emigranta fatkeqësisht si miliona shqiptarë që jetojnë në tonë botën. Dhe jeta jonë me jetën tuaj është e njëjtë. Kena të njëjtat historina, të njëjtat dhimbje, të njëjtat suksese dhe dështime. Jena një, pra kjo na bën ne mundi mirë në Oda Podcast, sepse shoqënia jonë këtu është aq e madhe sa që pa ju na nuk mund me kënë këtu ku jena. Dhe uroj të vazhdojmë me na njek, sepse edhe në episodet tjera do mundona me pru tema sociale të jetës përditshme që na përkasin tanëve. Mark edhe pa harru, si gjithmonë, ndoshta unë jam ajo që tham, mos harroni me na bë një follow, një like, një subscribe të në rrjetet tona sociale, si në YouTube, Facebook, TikTok edhe në Instagram. Na mushet zemra me dashni, edhe kena qef sa më shumë dashni me ju lanë mrapa. Tu kënë tonë bashk, na edhe ju mundena me bë gjana të vogla me dashnit male, por kanë thënë, është edhe shprehja tjetër që gur bëhet mur. Pra, sot një të vogël edhe nesër edhe mas nesër tjetër mas nesrit, ndoshta një ditë kena me bë një kalo me poston tonën, ju edhe na. Po jo, derisa më thanë këtë që kur thash parë që mundona me ju përgjigj komenteve dhe mesazheve, derisa më theksu që Manjola është numër 1 që harxhan kohën më të madhe. Marko, kompliment. Jo, sa për kompliment, po kam qenë me kënë karrierë reale, se dhe çfarë meriton. Manjola harxhan shumë kohë, më u kthy tanëve mesazhe, mandej vjen Joana, unë jam më demeli me të drejtën. Elvisin e kena shumë, pavarësisht se ai na shef komplet, a shumë ngarku me Elvisi me punën që ban, sepse siç e dini, Elvisi jo vetëm që është producenti i Oda Podcast, po ka dhe aktivitete tjera, sidomos për festa, kanë shumë i zonën, ka bë muzikë
në tana shtetet Amerikës diko ka kenë e thjesha ku jetë visë në Chicago, ku jetë visë në Toronto, në Kanada, ku jetë visë. Do me thanë publiku se që ka thanë Margo Elvisit. Margo Elvisit, për Krishtlindje i tha, kujtaj më shumë kishe titi se Santa Clausi në për vot. Po, se shifë Elvisin, t'i ba muzika atje, nesër atje, thosh që banë marë kënjë. Pra ne po të me thanë që ata përgjigjet në rrjetet sociale, edhe unë e baj shpesher, që dhe mos kur më shajnë mu, unë i drejtohem me shumë dashamirësi, por ata e kohën më të madhe e harxhon Manjola me Gjoanën, dhe sinqerisht njihna mirë kur e lexojmë, kur jo napim përgjigje, se 90% komenteve janë pozitive, 90% komenteve na nepni kaq dashamirësi e kaq dashni sa që jonë ka herë habitem thëm, a thu pa bajnë përmend diçka për ta që e meritojmë ka shumë vlerësimin e tyne. Unë thëmë me thonë drejten nga që jena babalek që i kanë thonë, si ka ke një atë dhe më thonë, na nuk flasim, nuk në mësën kushte që me fol, edhe thojmë atë që kena zemër, edhe kur fjallë dalin prej zemret, nihen ma fort të ju, sepse primën në shkollë gazetarijet, nuk kena, jese jena pa shkollë, se të ta ne kena shkollën, por kena shkollë në fushat ndryshme, dhe por këtu nuk kena se kena ardhë për me lanë men. Tha Marko Belet e emisioni tjetër që kena me folë për zemrën, për yjet, për filozofi. Nuk kena me folë për ata, po kena me folë për ata fjallë që na dalin prej zemrët. Për që do që t'jena ato tema, janë ata fjallët eksperienca jetës, se nështë na gjdo fjallë që e thojme bazojmë të eksperienca jetës, dhe kur i ke pak dit, ke kalu shumë një jetë tënde, sepse asnjëri nuk e kena jetën perfekte, por na ka mësu, edhe ajo gjaja bukur është, nështë eksperienca më e bukur në jetë, ose mësimet më të bukura në jetë, kanë ardhur për eksperiencave të ndryshme, rrëzimit, ngritjes, fitimit, humjes të njerëzve, të miqve, të shokve, të familjes, të punës në të tana fushat. Kështu që nështë aja është arsyeja që na jena lidh edhe na nini ata fjalë të zemrës, edhe na ju nim primën në çdo fjalë që ju shkruani te na, ju nim edhe na që ato fjalë dalin prej zemrës, sepse 99.99 nuk na keni asnjënin kushëri, as shoqni, por na keni thjesht miq që na keni pa, na keni njoft prej tyne kamerave, prej tyne rrjeteve sociale. Me të thënë drejten, desha me diftu një histori, kishte kënë tezja jam në Itali, në një mramje, për festat e fund vitit, dhe kanë kënë të folë për Oda podcastin. I ka thënë tezja i njekni, bele me do me përshëndajt Kosovën, sepse ato ishin miq shqiptar të Kosovës, edhe i kishte thënë, po, si njofim, i ka thënë, po, është mesa jeme. Përshëndesim tezën, por, i ka thënë, është mesa jeme, por, dhe më thënë, aqë shumë diskutohet, pra, në për darka, në për vende, ku më ledheni, kjo gja, në mush zemrën, plot e përplot. Itali, kushrin që janë në Kosovë, flasin e mbledhen, është një gjë e mrekullueshme, po kjo është tanë faljush, edhe fal dashnis që kina dhanë. Unë bi dakord me ty kur the që në nuk kena gazetarë, kena thanë sa herë, por unë prap mendoj që na pse nuk kena gazetarë dhe nuk kena diploma gazetariet, mendoj që sot në rrjetet sociale dhe në media, në televizore, e kanë pasë të jesh orator, të kesh lafologi, nuk do të thojnë të kesh një diplom, por mendoj që njerëzit që kanë më shumë shikueshmëri, nuk ka se janë gazetarë, ose ka një diplom gazetariet, ose ka një televizion, apo ka një podcast. Populli dhe njerëzit dinë me pa sinqeritetin të ata persona, ose në ata temat që bajnë. Njerëzit të cilët mundohen me kenë ata që s'janë, ata ka një rrugë shkurt. Sepse në kjo se unë Marko, hiqem sot, si jam filozof, jam doktor, profesor, i di tana, njerëzit, i vetëm që e kuptojnë që s'jam, por nesër mas nesit nuk kam e ta pa ftyrën në kërkun. Absolutisht. Pra, unë mendoj që në çdo rrjet social, individ, apo podcast, apo radio, apo televizor, njëri jo, po nuk je sinqert
me njerëzit, por nuk tregove ato temat të cilat i përkasin tanëve, temat që nuk kanë lidhje, as mi i ba lajkuj, as mi i ba lëpirs dikuj, apo mi i ba vejre dikuj. Mendoj që njerëzit i dinë këta, i kanë pa, dhe kanë arrin konkluzion se vendet ku ata kërkojnë të marrin diçka të bukur të kalojnë ditën, nuk janë ma disa emisione që janë të bleme, janë të shkitëna, janë ato emisionet që vinë në për podcaste thjeshta, dhe njerëzit hapin zemrën dhe hapin shpirtin e tyre me komuniku me njerëzit në mënyrën më të nevojshme dhe në mënyrën më të pastër të mundshme. Do të thonë edhe një kompliment tjetër që mora këtë javë. Për mu? Ja, ishte edhe ky për mua, më fale. Por më tha një dashamirëse, u prezantova si fakteshmete, edhe më thatë njof. O i thashën jo, unë veçitesh njof, do më thonë, vetëm në këtë moment që për prezentona, edhe më tha, jo, dhe unë kam pa, tha, u dhe podcast, apo jo që e kam pa, apo rastisht i thash në rrjetet sociale, ja, tha, nuk kam rrjetet sociale, dhe po kam YouTube, edhe tha, të kam pa në YouTube, edhe ju njeku, tha, qysh në emisionin e parë më keni dalë, edhe mandena një mba njekse regulare, por ai komplimenti ishte, jo vetëm aq, po ishte, tha, me të thonë drejten, kur kam marru tanë punt, edhe du me najt me pushu, edhe me qliru trunin, shkaj thëtë Oda podcasta edhe shaf emisionin tuj. Me të thonë drejten edhe të shqipo e thëmë për qatë trupi. Ku ka kompliment më të bukur se në fund të ditës mundena me këta fjallë tona dhe me këtë dashnin ton prej 8-4 prej nesh, prej Mejet, Manjols, prej Markot, prej Gjoans dhe prej Elvisit, ja japemi fije dashni të tonë jo. Është një super kompliment, është një dashni e papame, edhe inshallah këtë vjet kena me ba edhe më shumë për me dhanë, edhe mu lidh me sa për ju që jeni gjithkund në përbot. Me që folin për shoshnin, në tanë do në me përshnej shoshnin tonë, kena shoshni fantastike, si onë, si Elvisi, si Manjola, edhe Gjoana, por prume një fenomen i cili në nodhë ne personalisht dhe jo nodhë ju personalisht. Pra ishte kjo përplasja midis dy realiteteve, midis dy dimensioneve, nga shoshnia e realitetit të shoshnia e rrjeteve sociale dhe si ka herë kjo shoshnia e realitetit mundohet me çu mesazh ty në rrjetet sociale. Pra kjo është një nivel i e bën njerëzit e vegjel. Manjol me dali fije pak prej temet, me thuj fije se nështë kina bashove. Po, se Elvisi bën muzikë gjithkund edhe po diskutoshë me Elvisin, thot vjen një rast, vjen një ani edhe i nepi pak shishi, thot një gja, thot du me maknu, thot kangën, thot të ka baba vajzë të bukur. Po. Edhe kë, Elvisi tha hina e këqyra në e këtej, në këtë gjitha kërkon, të ba muzikë, vjen prapa i ma vonë. Kur për ma vene të kongër, mërë? Thëmë, po pëtë mos në këtë gjë e kënë, po në këtë gjë e kënë, në e kënë, kur të shkume e kënë. Po jema dhe kënë nuk është e bame, në ka këtnu baba në përfi, kur kam kënë e vogël. E vogël, kja. Në që, po kja është e lidhja, bro, që krijoj njerëzit me njëni tjetrin edhe me ne. Elvisin me ke flas që dhe me ba dasëm, nga që e dinë se të është Elvisi arë producenti i ot, po disa e dinë që e ka më dhe shok dhe aman në foj me Elvisin, aman për Elvisi s'mod me shku që të këna, din? Edhe i tjetër që ma t'i fte Elvisi ishte fort. Se ju bani muhabet shumë? Po, që kena me ba tjetër, muhabet bajmë. Thot, vjen njeni, thot, atim, thot, Elvis, në ke kinash sande me muzikë, çfarë muzike, thot, jena tërbut e tonë, thot, aman, thot, kur të martoj idealin, aman, thot, du me të marrë ty, thot, për muzikë. Po, mi më, thot, Elvisi, po, aman, thot, i kam thana dhe idealin, thot, vetëm Elvisin, se Elvisi ta ban dasmen, si kërkush tjetër, po, ta kort më Elvisi, thot, Elvisi, po. Kur e do ta? Po, ti thot, se po qaf kalendarin, thot, adin, se jam i zonën. I thot, po ku e këtë asë me djarit? Jo mërë thot djarin e kam 6 vjetë, të në thot, po. Të më thonë, djarin 6 vjetë, me notë edhe për Elvisin me zonë për... Vogra këta. Po, kjo është një gjoha mirë, faktikisht. Për ne, mu personalisht, mu nuk pëlqen kur vinë festat. Pse? Na i ke Elvisi? Se Elvisin nuk ka burë, nonet me kap, du me i bëj pyetje, ku e ma Elvis, hajde mu taku, ku mu taku mërë thot, jam New York, jam Chicago, jam atje. Pra, është kaq shumë i zonën me punë, sa që
Jo vetëm unë, po edhe familja vet e dëshon me pas sa është kohë festa, është Me gja, edhe unë se pash para vitit 3. Jo, Vllanë tha, o taku me masi vitit edhe në. Po mi bëj taku në vitin tjetër. O taku me 26, në taku me 2026. Por kjo ka jena me fat për burr. Po. Sepse shoqënia, kur shka shoqëni të mirë, edhe shumica njerëzve kanë shoqëni të mirë. Patjetër. Janë me fat. Por sa më shumë që më duket mu u vjetro ka njerëz, se s'du më thonë u plaka, se unë nuk du të plakem kur. Por një se bërë selektiv. Pra e zgjall shoqënin. Shoqënia vjen e zgjall, sepse disa filtrohen vetë e ikon, disa zjarrin kryt dhe ikon, disa e selekcion vetë dhe met ajka. Met aja shoqënia që ta mën në zemër, ta shoqënia me dashni që mi thonë ty ta marsha të keqen. Adin me shpët zemër. Ta manë kështë ta marsha shkodron që. Pa. Amër ta marsha. Me qenë se ti more rolin e humoristit sonte. Unë i marrë të nga rolet mërë. Unë jam humorist, i mora rolet. Po kushta hell dy mërë. Humor dana, muzik dana, shkrimtar dana, poet, qa ke tjetër mërzët se s'po m'vin të, më falë, kina pas volejbolist djalin sportist, më thonë, kur ja hap Markot atë CV-n ose rezemen, si po i thonë, që biografia është tjetër mërë, po atë historinë e punës dhe talenteve, deli i listë gjatë, por... Nuk dalin faqet. Nuk dalin faqet. Por unë thash... atë që ke, por me qenë se jena tonë këshu vajza dhe djemëtri të kë emisioni jonë, se jena tonë ka 25-6 vjeqa, 35 më i molli, 36 në fale harova, jo më 36, se Marku në kena 25. 25 të hinjë, e për 26. Okej. Dhe na duhet në vullë dhe gjysë lykë, dhe më thonë se s'para shohim shumë mirë. Por... Me thonë drejten... Qa do me lezu? Do me lezu në gjo? Do me lezu, pa pra, një dit bukur pranverët, dimni, dhe me thonë. Më kone me i baj një hymje. Një hymje, pra, se krejta që të thoshë në mas i binë si bomë dë njës, dhe nga që janë dit dimnit, edhe në kora borë vend që i ta dit, thome që... që me ba manjol, hajtë se po risha një ty të hangër kështeja dhe të po zjermin, shkruvaj një poezi. Dhe thash, adin që, ata lezaj sët? Edhe po bajbam. Po lezaj sët, sinqerisht, asun se kam një ala. Ja kam lanë surpriz tonë sët. Teksa loti më ndalë në sy, heshtja ra si malli vjetër. Një pëshërtim u ba frym. Në zemrën time, plaget treton. Në sytë tu pash një stohi, e në të mit, veç hi e fatit. Busqesha si që busqeshta e, që zdi se hum, po zdi pse re. I këtë thash me zat fikon, se dashnia zdi të pres, dhe loti ra i heshton, i ngrim, si fjala që zgjeti kur adres. E zdia ma në të qas të vonë, kujti përkisti kjo dhimi e gjallë, syvet mi që kërkonin dritë, apo sytë që më lanë në malë. Shumë e bukur. Për me shumë e bukur një. Kja ishte natë dimnit. Shumë e bukur, po pa më vjen keq për ty. Se mërë, jam marë, man, i gja për në artistat. Ishte shumë e bukur në Bana Leona, se kja ishte për i men i përket të në koneve, të kalume, sotmes, kishte edhe epitete men, figura artistike. Unë jo se jam ekspert i poezis, ose se jam shkrimtar, por më pëlqen kur ka mren një poezi, ka të në ata elementet e poezis, edhe ti ja kisha arrit shumë mirë. Faleminderit. Me ardhë dhe më thonë këtë kompliment për një shkrimtarit, poetit, që shkruan në bukur. Shkrimtar pa liber. Po, në gjë, atë e ke lanë për dëshirë ti, se ja se s'mundesh, se zoti e di se sa poezi ke. Edhe thash bele, hape Mark, shfalasa atë liber? Ja, se të shkëndona me kalu në tem tjetër, por... Pse s'po kina kohë? Ja, shqiptar lexojnë, shqiptar lexojnë poezinë, lexojnë librin, lexojnë filmin, lexojnë muzikën, por është një treg shumë i madh sot. Është një treg që
është një rrëmuje e madhe kur përvjen të libri. Edhe unë mendoj që prap sot shqiptarët duhet të lexojnë librat e nivelit lart, sepse ata janë librat të cilët mundesh me marrë një bagazh të madh për tyne, mundesh me u eduku me ta. Dhe librat tjerë janë libra mëdhena që mundesh me lexuar në të post në tren apo në një park. Ajo që thua shumë e vërtet, njerëzit duhet me lexu, por i mall apo i vogël poeti, shkrimtari, kur fjalë dalin edhe e kinj, se një ashtu si e Dina që janë bë tan këngëtar, mundën na me thonë se as unë pse kam shkruar një poezi, nuk mundem me marr atë emrin që jam shkrimtar, po ka i herë domethënë kur e ke pak art. E je pak artist në zemër, sepse nëse din për me kënu e ke, domethënë e lin se ku është një notë e ku është një tjetër, domethënë e din atë se si punon arti në një mënyrë. Kështu që kur është shpirti artistik të tëna mundesh për me bë me pak. Se për shembull unë edhe ti, unë tham Elvisi është artist, ndërsa na jena e bëjmë për çejf. Unë për vedi e bëj për qef, jo se jam artiste, nuk mund ta quaj vedin artiste, pse ma kallon zoti në gjak i fije muzik për me kënu i zo, i fije 2 gërma për mi shkru, por një që e bën pa pushim për çdo ditë, për çdo javë, për çdo vit, ati i tham artist. Edhe por shpirti artistik rika gjithmonë me ty. Është. Shumë sa do që tjetë. Kush dën, vjen ka me lexu librin tënd. Kush nuk dën, shkojnë të lexojnë librin e një artisti tjetër. Tash kthena dhe i fije ka ana e shoqënisë, përderisa tema ishte marrëdhënie shoqënore midis 2 personave ose midis një grupi shoqënor. Po. Edhe herë ndërsa me falenderu dhe me uru vitin e ri 2026 gjithë shoqënisë të Oda Podcast ku e kena në tonë botën. Me uru Zoti, me opri marë familjeve tuja, fëmijëve tuj, bashkëshortës, bashkëshortit, ke keni ju për zemër, edhe një herë me provu se dashnia është i vetmi ushqim shpirtnor, dashnia është i vetmi njënjë që mundet me kuru çdo plag, mundet me myll çdo varr dhe mundet me shëru një dhimbje të kalume. Pa dashni nuk munda me shku kërkon. Desha me bë këtë krahasimin, në fakt në momentin që po thoshe dashnia shëron shumë plag, prej karrierës time që kam punuar nëpër spitale, ka i herë e kam pasë sa shumë vlen, po marr thjesht një krahasim me një të smur, kur isha nëpër ato dhoma spitalesh me pacienta të ndryshëm, nganjëherë vetëm një përqafim i vi të fytyra. Dhe më thonë është aja fjala që po fal dashnin, kështu që falasht, edhe pse quhet gjaja ma shtrenjtë. Po ndoshta kjo ka me ka një temë tjetër, Mark, pse dashnia është fal, po është prap gjaja ma shtrenjtë. Sepse njeriu mendoj është i predisponuar gjatë jetës tij, gjatë sa jetës që bëjmë në tokë, na japim me dur, japim me kam, japim me sy, japim me gojë, shumë gjana. Por harrojmë se gjërat më kryesore nepen me zemër dhe me shpirt. Dhe vetëm gjë që nepet me zemër e me shpirt, që është e padukshme, është dashnia që vjen nëpërmjet syve, dashnia që vjen nëpërmjet fjalës të mirë. Prandaj që dashnia është një që nepet falas, kur nepet. Po, është prap gjaja më e shtrenjtë. Domethënë, fal, por është gjaja më e shtrenjtë, dashnia. Po, sepse Zoti e ka thënë në tëra librat fetar, çfarë do lloj fejet, që dashnia është rruga për në jetën e pafundme. Pra duhet me dash që të arrijmë edhe gjana këtu në këtë jetën që jena këtu, edhe në tjetër, por edhe në jetën e pasosën. Por i këtë kisha dash, në fakt se kisha dash pak me bë, se kina me bë filozofi, por kjo kisha thonë është një temë shumë e bukur. Na sugjeroni edhe ju për temën tjetër, po kisha dashur me çujt një episod dashnia është fal, por është shumë e shtrenjtë. Po, kjo është temë e bukur, nëse do ta bëjmë. Ndoshta
Ma jepi fije pak shpresa. Mu mbajnë me qesh dokumente, ma jepi. Ha, ndifta i herë. Plus atyne që më thënë, ata që janë pozitiva, që në napin komplimenta, në napin dashni, zemra, bravo, njënë tjetër, jeni të mirë, më këllushe. Janë dokumente që më shkrijnë gazet. Ha, më shkruaj herë. Unë e di se ata nuk e kanë as më të keq, Po. por më thot njëni, Mark thot, në aboni tim, thot, pse mos e pas burra 2 gra. Ka me Unë keq. kërë e qeshi, e hinte profili ati personit, dhe shok sa shi djalleri, a thama e te e ba për gavata. Po në gja, ashtë teme bukur edhe kja veç. Po mi, ma kja teme Ta bukur. shkryjmë aty me lopë me letër. Po se thot, Në gja, ti mund është me kenë pro për këtë muhabet, se ta ka qefi edhe ty, apo ja? ja, tërsi, nuk ka se më ka qefi muaj. Po puna është se kja është një temë që nuk e në munda me e ba, nuk e baj veçun, për kanë ba dhe emisione tjera. Nësë diskutohet, po ke ishte për Po, unë mendoj shakara. këtë, për shembull, për me lanë emisione tjetër, Po. që e hapa pa këtë temë, unë mendoj që është më mirë një burr me marrë 2 gra, ose 3 gra, se sa 2 burra më mërtu bashkë. E bukur. Në mjem. Pra, të dyja janë i fije kontradiktore njëna me tjetën, por mendoj që më mirë një burr me pas 2 gra, se 2 burra mu u mërtu bashkë. Se kanë pa thanë që në qovë se merë 2 burra i qenë në një ishull bashkë, e me shku mrapa masi 100 vjeç, kemi gjetë 2 skelete. E vërtet. Ba me që një burr me 2 gra në një ishull bashkë, me shku masi 100 vjeç, kemi gjetë një katon me njerëz. Pra që Marku ashtu me me shumë botën. po, jo marë, po natyra e ka kryu njerion që të vërtet. shumohet, sepse qenja njerëzore duhet më ndaj këtu me mija vjetë që mos është. Por, kja është, fapra, këta e, do më thane, me thonë drejtë, na duhet me i majtë mend, me i majtë pak shënim, sepse e hap me temën, duhet me e përfunu herës tjetër kur të mledhna për episodin tjetër. Kështu që ka shumë mundësi, që këta 2 tema, në ushtat e tana të dyja s'mund t'i bëjmë për i herë, se ka një fije spec mërën, por në ushtat një ka një. Di, po problemi është se mi hapon këta tema, ma vjen fare në mu. Po të shtikuj Qa ka këtë që ka kanë 2 gra, në që më të kërku 2 gra, ti i kjo hallin tjerve që i kërkojnë. Po puna është se është një temë që për shembull nuk i përket vetëm kulturës tonë, i përket kulturave tjetër kulturë. Tu ke për shembull janë një këtu në Amerikë, në Idaho, ku janë ata? Janë ata që thirrën ata martojnë ka 4-5 gra, 10 gra. Po, janë kështu si fise këto. Po. Pra Amerikanë janë ata. Tesh, në gja, unë për këtë temen, jam pak si kundra, por do të flasim kur ta hapim. Si kundra? Tesh me kundra temë, sa po kundra burë me marrë 2 gra? Një burë me marrë 2 gra. Për të marrë, zotë, është nesë na këna me diskuje tjetër, unë nuk e dim se i kundra ti. Pse mos me kenë në kundra? Je kundra, po thash, në kjo se na do t'i balancojmë. Po. Me ngjarje që panollin sot, në për Evropë, në për Amerikë, në për shtetet e Amerikës, që pa zjerën ligje, mu martu 2 burra, e me adoptu fëmi, mu martu 2 gra, me adoptu fëmi, edhe kanë ba me ligjë, edhe na shfaqen si morale, për mendimin tem, aja nuk është njerëzore, thënë ligjet e natyrës, thënë ligjet e mallit Zot, thënë ligjet e moralit, është ma moralshme një burr me marrë 2 gra, ose një gru me marrë 2 burra, se më martu, atë isha me thonë, më thonë, burr e gru, sepse nuk është aja, nuk krejan gjanë. Okej, të shdu ka një pyetje për ty. Thot ty nusja, mos e zot, thot po, thjesht është thjesht për pyetje. Me pas 2 burra. Si duket ty? Se tesh burrat kanë qef me pas 2 gra. Por a pranon burri me pas burr tjetër veç një gru? Në ja. Ti të thonë diçka që s'ka lidhje me jetën tonë. Por, ja, absolutisht, s'ka të bëjnë. Si filozofi, ja më thamë gruaja sot, që sot gruaja është gruaja. Po, në kjo se është e lejushme, që një gru me pas 2 burra, e unë e pranoj, që gruaja që do marrë ka një burr tjetër, dakord, sepse ajo burr do krijojnë fëmijë me mua dhe matë. Okej? Por, problemi pse nuk janë martu kur një gru me 2 burra,
E gjithmonë janë martu burrat me 2 gra, Po. të shpjegojnë se është komplet Më pëlqen. normale Po. edhe komplet Po. make sense, si thonë. Po. Sepse në kjo si një gru ka 2 burra dhe ajo lind fëmijë, Po. sidomos në kohët përpara, Po. nuk ka ditë se fëmia e kuj është. Cili burra këtë, Po. cili burra këtë. Ah. Kurse, kur një burr ka 2 gra, Po. ka ba fëmijë me të 2 gratë, por e ka ditë se janë fëmijë e këtij burrit. Po. Të është një ty ashtë? Po normal. Ja, marrë. S'bi do kërtë. Po mirë, nëse, kja është një temë tjetër që e fut në pak pa lidhje. Në gjë, konzerë testet është me bë, prej dorët. Situata për dursh, mu e manjolës, por ju premtojmë ju premtojmë se nuk do të bëjmë më këto tema. Ja, këtë temë do ta kapim dorë sepse unë du me dal kundra, jo kundra, thjesht du me thonë mendimin tim, edhe Marko me mllon mendimin e tij. Ti Se manjol. nësë kena me roda kërë, di, do më thonë që qitesh. Shpesh herë më del kundra mua, A dhe nuk e kam problem. më roft figa. Jo versat, më kita Oh, pasja the zemrën tonë ja, me s'po ja marma. the zemrën, nuk po ja the zemrën, po e dim tanë, se ti më kita kundra disa herë në muhabete, ose në tema, ose në opinionet që kam dhënë, Po. edhe unë e respektoj atë mendimin tanë, se kena thonë këtu, do flasim tanë. Po, flasim realitetin, atë që realitetin, besojmë dhe që menojmë. Por ajo nuk do të thotë që nuk do të them prapa që mendoj. Po diskutohet. Sepse unë do të them atë që mendoj, pëlqej, s'pëlqej, bjen dakord, s'bjen dakord. Jo, në gjë, Ajo është për puna atë, jote. për atë na ka dhënë Elvisi fjalën e lirë. Po. Na ka thonë flitni bani rronjë, alos keni shkush flokta. Por prep, unë kur dikush nuk bjen dakord me mua, kam qejf me e argumentu. Po, edhe unë kam qejf me argumentu pjesën teme. Po. Kështu që ju premtojmë, kur do t'i vinë rolla ati episodit, edhe më do mendja që i konë më vunë rollësh me e pa atë episod, kena, unë kam e thonë atë temën se e kam, atë që kam, unë e thamë se qaj me kërkenin, edhe Marko e ka dhe e janë të mirë, atë që ka të thosë të qenë me Jo, po kenin. të ke diçka tjetër, më fal se po të nërpres, se ka herë kur nuk bi dakord me ty, ose të kundërshtoj, E më roft figa, Tim thua e miko nësoj. tim. Jo, ti së mësën më Marko. në atë mënyrë, mësën më në atë mënyrë, sa që mbal mu me pas Dyshime. Jo, fal, jo me pas dyshime, po mbal mu me thonë, a thot ti rezervoj mendimet e mia? Ja, Opinionin tim? absolutisht ja. Në për një të jena këtu, jena dhe më thonë për me lonë gjithë se cili opinionit tona. Pa thënë se ti hiqësh se ma më më son. Jo, A kupton? Po mënyra se ti, mu me kundërshtan. në gja, pash syt e ballit, ma gjeni atë pjesë që i ke kam sulmu ka Jo, qkej kam qas të djali, gjithan. pash Kam të përëllina e gjithan. zerë. Po jo, më zban bëjmë përëndin, po kam të Pse, diskutuar. mar? Por keme pa emisione tjera, Po, kur bëjmë tema, po, edhe mu më pëlqen debati, mu më Po, pëlqen tjetër. kundërshtimi. po tjetër. Por kam e diftu, për shembull, që dhe gjana, jo Po, vetëm ti, po. të dyja, me sureni, si kur on, Ja, ankesa që kina pas disa, prej disa miqve tanë, po, na leni Markun me fol, ma se sulmoni ma ju djalin. po jo, Por na ata nuk e kena sulmu. Ata shohin edhe dinë se Marko është një pozicion kaq të vështirë. Oh, sa bukur e ka thonë. Marko është një pozicion kaq vështirë se të marrësh një podcast midis dy femnave, A shumë e vështirë. është Aja tepër kjoni e hallin vështirë. se që hek Marko me disë dy femnave. ja, në ka punë se heko, se unë ju du, ju respektoj dhe komunikojmë shumë mirë, Po. por e kam fjallën ka herë në kundërshtime jeni shumë të ashpra, edhe në kundërshtime, pavarësisht se keni atë buzëqeshjen shumë bukur, po kur vjen puna te unë, kundërshtoni në atë mënyrë sa që ju doni me më thonë mu që Marko mos e thuj mendimin tënd. Po unë prapë po tham, unë mendimin tem, Unë t'jep sido që fjallën. qoftë, do ta nap, do ta tham, mandena do më gjykoni ju, do më gjykojnë edhe njerëzit që na njekon. Në gjë, unë t'jep fjallën për para ton shikusave tonë, milionave që janë, Po. që unë ty nuk të sulmaj edhe ti për me Ja, majt, nuk e duan me ato, majt nuk e duan ato. mu rezervu. Unë du që ti të shprejhesh lirshëm, Po. por fjala e lirë, se në ka thonë, e kena lejen për i producentit, flitni që atë dëni, mendimet tuja, mas ja merrni kujt mendimet, edhe Okay, unë rregulloren kam njek, se në me kemë kishte bërtit bosi mu. Për para se me i bak ta debate, në këtë pëjlem për një episod Një episod tjetër. tjetër. A do në me Kena mylla? ma minutar? Ja, kujtoj që jena rro bol për sonte, edhe e mirë se ta e din që nësë rona, por me të thonë drejten, ishte knetësi, gjithmonë me kënë këtu me ju,
me zi që presim për episodin tjetër, sepse si e mord vesh, episodi tjetër ka me ken o nane, dhe imagjinaj jeti kur unë e Gjoana të vem në midis Marku ka me thonë, amon më ma njollë që të thash, por s'ka gjë, jena këtu për fjallë lije. Episodin tjetër ka marrë me skafan motorit. Dhe shojdu me qatë dush, por ti mendimin tëmë, unë mendimin tem, na ju duhem shumë, prej mu ma njollës, natën e mirë, ditën e mirë, mirë mëgjes, ku do që t'jeni, qardorët që jeni të na pa, ju du shumë dhe ju për qafetit tonëve. Miro pashim e miro në gjoshim të gjithë ju, shusnia jonë të Oda Podcast. Miro pashim. Miro pashim. Gjithë mirë.